Grupi parlamentar socialist i konsideron akte të parapërgatitura dhune nga deputetët demokratë qëndrimin e tyre në seancë plenare. Për këtë arsye, ky grup parlamentar i kërkon Komisionit të Etikës masa disiplinore për përjashtimin e disa deputetëve demokratë nga punimet e parlamentit në afate 10, 30 dhe 60 ditë. Marrjen e masës disiplinore, përjashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare për 60 ditë ndaj deputetëve Belind Kolliçi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Ledina Allolli dhe Denis Savata kanë futur dhe përdorur lëndë apo mjete piroteknike tymuese brenda sallës së zhvillimit të punimeve të kuvendit. Marrjen e masës disiplinore përjashtim nga pjesëmarrja në komisione dhe në seancë plenare për 60 ditë ndaj deputetëve Klevis Balliu dhe Flamur Noka nuk kanë pranuar të dalin nga salla, kanë kryer veprime të qëllimshme duke dëmtuar pajisjet dhe hequr funksionalitetin e tyre në sallën e seancave. Për kryedemokratin Sali Berisha dhe kryetarin e grupit Gazmend Bardhi, socialistët kërkojnë përjashtimin për 30 ditë nga punimet e parlamentit. Kanë penguar zhvillimin e rregullt të seancës, kanë fyer antarë dhe Këshillit të Ministrave. Për grupin parlamentar socialist, deputetët opozitar janë në thyerje të rregullores parlamentare me përdorimin edhe të mjeteve piroteknike. Shumica parlamentare kërkon edhe nisjen e hetimeve nga prokuroria për tejkalimin e ligjit nga aktet e dhunës në këtë seancë, ku sikundërthot grupi parlamentar socialist janë sulmuar edhe punonjës të Gardës së Republikës.